Në këtë rast, i paditur është edhe Azem Fejzullahu, i cili shfrytëzon lokalin me emrin Kosova. Në një vendim të komunës së vitit 1997, Fejzullahu përmendet si shfrytëzues i paligjshëm dhe pa bazë juridike. Fejzullahu fillimisht pronën e kishte marrë nga shoqata e zejtarëve, të cilëve ju kishte paguar qira, e më pas në vitin 2010 kishte lidhur kontratë me familjen Sherifi, por nuk e kishte paguar. Kontratë shitblerjeje kishte lidhur edhe në vitin 2014, me afat për të paguar pronën deri në 15 janar 2015, por me që pagesa nuk ishte bërë, familja Sherifi ka shkëputur kontratën. I kontaktuar nga betimi për drejtësi, pranon se nuk ka bërë asnjë pagesë. Unë jam këtu pej 87 e kom pas, me zojtare kemi pas, po është dalë nëmën Hilmie Sherifit. Këtë dhe më thonë fillim marrëveshjen e keni pas me shoqatën e zejtarëve? Po. Me ta keni pas marrëveshje veç të qira marrjes apo e keni blej për tyre? Ja, me ta jam konu në me qira. Në rregull. Deri në 2010. Këto e kom unë të blej me lokalin. Nga kush e keni blej? Hilmie Sherifit. Prej Hilmie Sherifit, a e keni pagu ndonjëherë, a është vërtetu kjo kontratë? Qa kemi pagu? Nuk e keni pagu apo e keni pagu? Kemi kontratën e kanë bartën më bon, është në gjysh. Qysh paguhet Po bartja. Bartja, qysh paguhet? Mirë po, përkundër se nuk është pronar, ai as nuk i paguan qira familjes Sherifi, duke u thirrur në kontratën e vitit 2010, për të cilën nuk e kishte bërë asnjë pagesë. Pra aktualisht ju nuk ti paguni qira askujt për shkak se pretni që me ju bërë pronësia. Po dhe pronësia, ku në më dhënë qira une? Kurse e kom blej une, në 2010 e kom blej këtë dhenë. Në historiatin që ka lëshuar Drejtoria e Pronës, Gjeodezisë dhe Kadastrit, në vazhdimsi thuhet se shfrytëzues rezulton të jetë Shefqet Sherifi dhe më pas në 2010 Hilmie Sherifi. Sipas kësaj përgjigje, Drejtoria e Pronës thekson se nuk ka kurfar dokumenti tjetër që evidentohet udhëheqja e kësaj prone nga një person tjetër përveç të lartcekurve. Edhe në vitin 2022, Drejtoria e Pronës ishte përgjigjur prap se asnjëherë nuk është regjistruar ndonjë e drejtë pronësore apo e shfrytëzimit nga persona juridik apo fizik tjetër përveç Shefqet dhe Hilmie Sherifit. Sa i përket pretendimeve pronësore të ndërmarrjes shoqërore Tregtia, tash të përfaqësuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe shoqatës së zejtarëve në Ferizaj, ju njoftojmë se komuna e Ferizajt nuk disponon me asnjë dokument në dosjet e saj që dëshmojnë pronësinë, shfrytëzimin apo çfarëdo të drejtë tjetër pronësore në këtë ngastër kadastrale. Gjithashtu, thuhet se komuna e Ferizajt nuk disponon me asnjë dokument që dëshmon pronësinë e komunës së Ferizajt mbi këtë ngastër dhe se edhe në listën e pronave komunale, kjo ngastër kadastrale nuk evidentohet si pronë komunale. Tu qëndron edhe absurditeti, për shkak se vetë organi administrativ, këtë rast komuna e Ferizajt, përmes drejtorisë përkatëse, në regjistrin e të drejtës së paluajtshmërisë, më evidenton familjen time si pronar të kësaj prone. Dhe askënd tjetër, pra asnjë, as shoqata e zejtarëve, as AKP, as ndërmarrja Tregtia, por edhe të tjerë, nuk janë të regjistruar në këtë certifikat pronësie. Ju besoj e dini që e drejta në pronësi fitohet me regjistrim, për ligjet me regjistrim. Pra në momentin që regjistrohet ju jeni pronar. Ne nga viti 1960 jemi të regjistruar si pronar në këtë pronë. Dhe njëkohësisht vetë organi administratës në këtë rast komuna lëshon certifikatën e pronës që kjo pronë asnjëherë nuk është udhëhequr nga persona të tjerë, nuk ka qenë në emrin e tjetër personi jashta Shefqet dhe Hilmie Sherifit, pra gjysh vetmi.